Përshëndet, jo njerëz të mirë. Ka kohë që s'kom bo video, pe bëj një. Fatkeqësia më e madhe është për neve shqiptar që ne përkundër që kemi pas armiq ndërshekuj, armiku më i madh i shkon vetvetja. Shqiptari. Ne që kemi përjetu luftën e fundit në Kosovë, krenarinë e kombit, ushtrinë shërimtare të Kosovës, po dhe kemi pas fatin për të bu pjesë të saj, për të shërby shlirimit atë dhëut dhe vazhdimin amanetit dëshmorëve drejt Bashkimit Trojeve. Në atë kohë, njerëz që sot po flasin për ndjenin e tyre të jashtëzakonshme të një kombësie inekzistent kosovar, këta njerëz dhe prind të tyne, atëherë nuk ju bashkangjiten kur atë dheu boni thirrje, jo vetëm për shlirim, po dhe në mbrojtje të pragut shtëpisë, në mbrojtje të nderit, sepse na u prek edhe nderi dhe morali, në mbrojtje të gjakut, sepse na u masakruishin motrat, nanat, fëmit. Këta njerëz që mujnë me i thonë vetit kosovar, sërb, ashkali, ram, egjiptian, bosnjak, është e drejtë e tyne me zgjedh kombësin. Por ju televizionin Kosovë dhe në Shqipni, që po iftoni këta të ja u ditë mendimin, e të e ditë që falë këtune mendimit do të ketë reagimet patriotëve dhe patriotëve. E veçanërisht familjeve dëshmorëve, invalidëve luftës dhe ushtarëve që në konë gjenje për të fliu. E mandej shqikueshmëria enorme. Nuk keni të drejtë jo televizione në Kosovë dhe në Shqipni, kur i thirrni këta gazetarë në thojza, analista, profesorat, Kosovës, po edhe qytetarë, disa qytetarë në Kosovë dhe Shqipni. Dhe këta, kur thojnë që jem Kosovar, këta thojnë na, do me thonë flasin shumës. Ju duhet ja ndaloni që të flasin në shumës, sepse këta kanë të drejtë, të ndin vetën krenar me çdo kombësi, e të flasin për vetën. Në qoftë se sot ka ardhur një ndryshim i madh dhe fal teknologjisë dhe emisioneve denigruese, po ka shikueshmëri enorme, unë mendoj që edhe ju si gazetarë të ndershëm që mund t'jeni, që unë kam qenë pjesë e shumë televizione në Kosovë dhe në Shqipni, kur ka tema që prekun nderin e familjes, gjakun, atë dhënë dhe kombin, spaku, edhe kur i ftoni, mos i lejoni të flasin në shumës. Këta janë ndalë si këpur dhe mbasjot. Po, nonat shqiptare kanë lindë gjithmonë djemë dhe vajza, patriot dhe patriote. Sa dole të flasin këta, ajo e pa drejtë që na u ka bo. Coptimi i trojeve etnike, gjenerat mas gjenerate, do vazhdohet drejtës tonë, Shqipërisë etnike. Ama në qoftë se doni me undi mirë, ftoni njerëz të cilët janë adhëtarë, dhe tregojnë me krenari se Zoti deshti me na val shqiptar. Nuk kanë mujt me na hum kombin e flamurin kuqëse e me na shtin përqamje fetare pushtus në dërbreza. Po këta pinguina që ju po jep një hapsin, fatkeqësisht nuk kanë as turp kur i dalin as familjes e as pasyrës para vetes. Televizionet e informimin përgjithësi është një ndër shtyllat kryesore të jetës tonë.
Na ka mungu shumë, kjo e drejt televizive, informimi, kemi qenë të pushtum. Por liria sot, po na bën mundi keq, e veçanërisht neve ushtarëve, nuk po njihem mirë, sepse po frigohem, a do t'na mallkoj gjaku i dëshmorëve, se ne nuk e dham jetën për Kosovën. Na e dham jetën për shlirimin e një krahine të Shqipënisë dhe bashkimin ashtu si që është Shqipëria natyrale. Nuk jetojmë në ëndra na disa. Presim momentin. Në qoftë se nuk jetojmë në atë kohë, gjeneratat e reja do vazhdojnë rrugën e Skënderbeut edhe Adem Jasharit. Shqipënia natyrale do vije prapë. Në qoftë se Gjermania ka pas të drejtë me u bashku e shumë vende tjera, nuk ka kush që në nalë. Ju gazetar në Kosovë, analista, e profesora, e qytetar, edhe në Shqipëni disa, e di, kishi pas shef me u kthy në Jugosllavi. Nuk është mo. Po prit nëse kam ardhë, e kam u kthy, e bashku, nana me bijtë dhe bijat e saj, kjo është nana Shqipëni. Ju përshëndes ushtari i ushtrisë ligjore të Kosovës.